Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim këtu nga studio e Radio Marisë në Prishtinë. Sot në këtë emision do të ndalemi përpara një misteri që të i kalon çdo ndjer njerëzor dhe çdo titull toksor, Shenjtja Mari nëna e hyjit. Kur Shën Elizabeta thërret mahnitur, e prej nga më vjen kjo që nëna e hyjit tim të vi tek unë, ajo shpreh habin e mbar njerëzimit përballë këtij dinjiteti të jashtëzakonshëm. Maria, një vajzë e përullur e Nazaretit, u zgjat që të bëhej vendbanimi i hyjit, porta përmes së cilës fjala u bë mish dhe hyri në historinë tonë. Ky titull nëna e hyjit nuk është thjesht një shprehje devocioni, por një vërtetë e thellë e fesë sonë, e shpallur me guxim nga kisha në këshillin e Efesit, kur u mbrojt e vërteta se Jezusi është hyj i vërtet dhe njeri i vërtet. Prandaj Maria është më të vërtet Theotokos, ajo që lind hyjin. Në këtë emision do të meditojmë mbi madhështinë e këtij misteri, mbi dashurinë që e bëri Marin jo vetëm nën të hyjit, por edhe nën tonën, mbi praninë e saj nën kryq dhe mbi rolin e saj në jetën e kishës sot. Sepse fjala e engjullit Zoti është me ty, nuk ishte vetëm një përshëndetje, ishte shpallja një misioni që do të ndryshonte historinë e botës. Çfarë nderi i madh? E prej nga më vjen kjo, pyeti një ditë Elizabeta kur shërira e Maris, që nëna e hyjit tem të vi tek unë? Përgjigja natyrisht është dashuria. Burrat dhe gratë gjithmonë janë krenuar me titujt e nderit apo të famës. U pëlqen të quhen zotri, zonjë, mbret, mbretëresh e kështu me radhë. Ushtarët që i shërbejnë atë dheut dhe mbrojnë flamurin e tyre, i çmojnë titujt e fituar me merit. E megjithatë, Maria u drodh para mendimit të titullit më të lartë, që mund të jepë ndonjëherë nga vetë hyji. Tradita thot se ajo ishte vetëm me hyjin në heshtjen e lutjes, kur kryengjëlli Gabriel u bë lajmtari i lajmërimit. Do të ishte një lavdi e madhe dhe një nder i jashtëzakonshëm të ishe, për shembull, nëna e një cezari, e një mbreti apo e një presidenti. Por të gjithë këta emra zbehen përpara lavdisë thelbësore të qenit nëna e hyjit. Kështu u bë Maria kur kryengjëlli tha: Zoti është me ty. Një titull i kundërshtuar nga heretikët. Ky dinjitet i besuar gjithmonë nga kisha u vu në dyshim për rreth 400 vjet, sepse shumë heretik mohuan mishërimin. Më të zellshmit ndërta pohonin se Krishti ishte njeri i vërtet, njeri në shkallën më të lartë, por jo hyj i vërtet. Ky gabim si një zjarr i nxitur nga erat e kundërta, u përhap në kishën e hershme të Azisë së vogël dhe të Greqisë, derisa i peshkvit e krishterë u mblodhën në këshillin e Efesit në vitin 431 dhe shpallën si të vërtet feje se Krishti është hyj i vërtet dhe njeri i vërtet, dhe si rrjedhoi, Maria është nëna e hyjit. Kështu përshëndetja e Gabrielit përcaktoi misionin e saj. Ajo do ta kishte hyjin dhe do t'ja jepte hyjin botës. Zoti është me ty. Ata prej nesh që kanë ecur vetëm buzdetit, në pyll, në fusha të hapura apo në majat e maleve, kanë ndier se në zërin e madhe të lirë të natyrës, gjithçka, edhe ajo që duket pa shpirt, i këndon hyjit një këngë lavdie dhe dashurie. Ai që nuk e ka dëgjuar këtë këngë, është si mërgjimtar në Babilonin e mkatit, i huaj ndaj harmonive të hyjit, sepse nuk ka erë që fryn, as lule që qel, as fije bari që lëkundet, që të mos përshpëris në shpirtin që dëgjon atë që engjëlli i tha Maris:
Zoti është me ty. Këto fjalë përmbledhin planin e hyjit mbi Virgjën e bekuar, dhe në to mund të gjejmë edhe qëllimin e jetës sonë. Ne nuk jemi hedhur në brigje të kohës si mbeturina të detit, të hedhura pa drejtim në breg. Qëllimi kryesor në jetën e Virgjës Mari ishte të mbushej me hyjin, ta kishte hyjin dhe në plotësinë e kohës t'ja jepte atë botës, me fjalë, me shembull dhe në realitetin e mishrimit. Një kryevepër e duarve të hyjit. Që në fillim të jetës së saj, ajo doli e freskët nga duart e atit të amshuar, e mbushur me pafajësi dhe ndriquar nga hiri i hyjit. Që në dritat e para të arsyes, ajo pa atë që hyi zbulon çdo shpirti, herët avon, se gjithçka është kotësi, përveç dashurisë për të dhe vetëm për të. Shumë herë dhe para lajmërimit, engjëj duan të kenë thirrur nga qielli drejt saj. Zoti është me ty. Kur erdhi plotësia e kohës, qielli heshti dhe Maria e pranoi Krishtin në zemrën e saj, e mbajti në kraharorin e saj. Zoti është me ty, këndoi engjëlli, dhe oborët e qiellit i huan gjatë e fortë. Zoti është me ty. Kaq pran hyjit. Sepse ishte nëna e tij, Jezusi ishte me të që nga lajmërimi deri në lindjen e tij. Ishte me të në ditët e Betlehemit dhe të Egjiptit. Ishte me të gjatë jetës së fshehtë në Nazaret. Sytë e një nëne e ruanin, krahët e saj amnor e përqafonin. Shtëpia e saj amnore e mbronte nga të ftohtit e dimrit dhe nga vapa e verës. Ajo ishte nëna e tij, dhe ai ishte me të në varfrin e Betlehemit, në vetminë e mërgimit, në mundimin dhe lutjen e përditshme, me të si me askën tjetër më parë, përveç në gjirin e Trinisë Shenjte në qiell. Një nën që dhuron. Por qëllimi i jetës së Virgjës së bekuar ishte dhe t'ja jepte hyjin botës. Maria kishte nevojë për hyjin, sepse kishte nevojë për dashuri. Megjithatë, madhështia e zemrës së saj amnore nuk mund të pranonte një dashuri egoiste. Nëpërmjet amësisë së saj, Jezusi zgjodhi ta jap veten për botën. Mezi e kishte mbajtur për herë të parë në krah birin e hyjit, kur për herë të parë ndër shumë hera të tjera, i dha atë Shën Jozefit, të vetmit ndër shenjtë që qëndron i veçantë në shetërinë dhe thjeshtësinë e tij. Ajo u dha atë barinëve, atyre burrave të thjeshtë që, duke kryer detyrën e tyre, ruanin kopen natën. U dha dietarëve nga lindja, të cilët pasi u therrën, nuk u tremben nga largësia apo vështirësitë e udhëtimit. Ja dha birin e saj hynor grave aq të ndryshme, në ndjeshmëri si Elizabeta dhe Maria Magdalena. Ja dha mëkatarëve, ja dha me sy të përlotur dhe me zemër të thyrë botës, ku ai u keq kuptua aq shumë dhe u pranua aq pak. Maria, nëna e hyjit, e dha atë për në kalvar dhe për në varr. Ja dha të gjithëve dhe gjithçkaje, duke dhënë bashkë me të ngushëllim, shpresë dhe gëzim. Pa numëruar koston. Ajo nuk e llogariti çmimin, dhe pikërisht sepse e dha kaq bujarisht e me hir, ai ju kthye asaj edhe më plotësisht, kur pas ngjalljes së tij, ajo e pranoi sërish nga duart e birit të saj të ri, Shën Gjonit. Vepra e nënës, sa i përket madhërisë së saj toksore me Jezusin, përfundon këto, që prej asaj dite, ajo kalon në heshtje nga faqet e ungjillit për të mbetur përgjithmonë në zemrën e kishës.
Nëna e njeriu të dhembjeve. Ishte një ditë hidhërimi e dhimbjeje, rreth 33 vjet pas lindjes, kur e njëjta nën me testamentin e fundit të birit të saj të vetë lindur, të shkruar me gjakun e tij të çmueshëm mbi shtratin e vdekjes së kryqit prej druri, u bë edhe nëna njerëzimit të shëlbuar. Errësira misterioze kishte mbuluar Golgotën dhe fjalët: "Ja, nëna jote." Ishin ndër të fundit që Krishti i drejtoi një qenje njerëzore. Aty ishte Shën Gjoni Ungjilltar, si edhe Shën Maria Magdalena. Ajo kishte qenë dikur te këmbët e tij, në një mbrëmje kur zemra e saj ishte thyer nga mëkati, ndërsa të pasurit e Jeruzalemit festonin. Por tani skena është krejt tjetër, dritat e sallave të gostive janë shuar, mbetet vetëm errësira e Kalvarit. Zërat e festuesve janë heshtur dhe Jezusi rënkon i vetëm në agoninë e tij. Vera nuk rrjedh më në kupa. Tani gjaku i shëlbuesit pikon mbi kryq dhe bie si bekim shpëtimtar mbi mëkatet e botës. Ja, një figurë tjetër afrohet. Një grua e zbejtë dhe e pikëlluar qëndron nën kryq. Është sërish nëna, këtëherë nëna e dhembjeve. Ajo ngre sytë, sheh birin e saj dhe pothuajse coptohet nga dhimbja. Ai është ende biri i saj i gjallë. Ai është ende ai që jetën njerëzore ja detyron asaj. Nëna e njerëzve. Në atë çast amësia e saj mori një përmas të re. Ishte lajmërimi i dytë i amësisë së saj, amësia mbi njerëzit. Ja biri yt, Jezusi ja besoi Shën Gjonin kujdesit të saj amnor, dhe që nga ajo orë, kisha në lutjet dhe përkushtimet e saj, e ka parë gjithmonë nënën e Jezusit, si edhe nënën e mbar njerëzimit që ai e shëlboi. Që nga ajo ditë e dhimbjes hynore, bota katolike e ka marrë Marinë në zemrën e vet, duke i dhënë asaj dashuri, nderim dhe devocion, ashtu si fëmia më i dashur do t'ja jepte nënës së vet toksore. E ka quajtur nën dhe është strehuar në gëzime e në pikëllime, nën mantelin e mbrojtjes së saj të papërlyer. Pas birit të saj, ajo është gjithçka për ne në dashuri dhe në dinjitet. Një nën e lënë pasdore. Fatkeqësisht ajo është edhe një nën e lënë pasdore nga njeriu modern. Në dekadat e fundit, për kushtimin ndaj saj, siç shprehet Frederick William Faber, është bërë i zbet, i dobët dhe i varfër. Maria nuk predikohet sa duhet, nuk është tipari i spikatur i fejson që duhet të jetë. Kur mungon dashuria ndaj saj, edhe dashuria për Jezusin zbehet. Heretikët nuk kthehen, kisha nuk lartësohet siç duhet, shpirtra që mund të bëheshin shenjtër thahen e zbehen, sakramentet nuk frekuentohen me zjarr, ungjillëzimi humb entuziazmin e tij. Jezusi mbetet në hije sepse Maria mbahet në plan të dytë. Mira shpirtra humbasin sepse u mohohet nëna e tyre. Siç shkruan Faber në parathënien e përkthimit të veprës True Devotion to Mary, Shën Luigi Maria Grignon de Montfort është pikërisht për kushtimi i dobët ndaj Virgjës së bekuar, ai që sjell këtë ftohtësi, këtë varfëri shpirtërore dhe këtë rënje në jetën e fesë. Nën kryq Maria u bë jo vetëm nëna e hyjit, por edhe nëna jon, dhe prej asaj dite çdo besimtar mund të dëgjojë si ja pa drejtuar atij fjalët e Krishtit: ja nëna jote. Dinjiteti i saj. Sepse është nëna e hyjit, thot Thomas Aquinas, Virgja e bekuar ka një lloj dinjiteti që është në një farë mënyre i pafund, sepse buron nga hyji i pafund. Prandaj nuk mund të ketë asgjë më të lartë se ky dinjitet,
sikurse nuk mund të ketë asgjë më të lartë se vetë hyi. Maria është nëna e hyjit, sepse biri i saj është hy. Ajo është nën për të njëjtën arsye që çdo grua është nënë e fëmijës së saj. Dikush mund të kundërshtoj duke thënë se Maria nuk i dha birit të saj natyrën hynore, dhe për këtë arsye nuk mund të quhet nëna e hyjit. Por asnjë nënë nuk i jep fëmijës së vet shpirtin shpirtëror, i cili është dhuratë e drejtë për drejtë e hyjit. Megjithatë, ajo mbetet vërtet nënë e tij. Po kështu, Maria nuk është as pak më pak nën e birit të saj, edhe pse shpirti dhe hynia e tij nuk erdhen prej saj. Gratë e tjera me të drejtë quhen nëna të njerëzve, po kështu, Maria me të drejtë quhet nëna e hyjit. Hyi duke na dhënë Marin si nënën tonë, Marin e Betlehemit, Marin e Kanës, Marin që qëndroi pranë kryqit, i drejtohet natyrës sonë njerëzore, e cila i përgjigjet aq thellë emrit nën. Është vullneti i tij që përmes Marisë të mësojmë diçka nga butësia pafundësisht më e madhe e dashurisë së tij për ne. Litani të Zojës së bekuar. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynueshëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia i dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildesht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka e beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne.
O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjo na ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde po ngasi moshenjtja nëna e hyjit. Mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Jepna ne shërbëtorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. E përmbyllim këtë meditim mbi amësinë e Marisë me lutjen e kishës për festën e ditës kur ajo u bë nën. O hy, ti që deshe që fjala jote, me lajmërimin e engjëllit, të merrte mish në krahërorin e Virgjës së bekuar Mari, bëj që ne, që e besojmë atë me të vërtet nën të hyjit, të ndihmohemi nga ndërmjetësimi i saj. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, duke përmbyllur këtë meditim mbi shenjtjen Mari nënën e hyjit, zemra jonë mbushet me mirënjohje. Ajo që e pranoi hyjin në heshtjen e Nazaretit, që mbajti në krah në Betlehem, që ndoqi deri në Kalvar dhe që e mori si mision të ri mësim mbi njerëzimin, mbetet për herë nën e hyjit dhe nën e jona. Nën kryq, kur Jezusi tha, ja nëna jote, ai na la trashëgimin më të butë të dashurisë së tij, që prej asaj dite çdo i krishtar është i thirrur ta marrë Marinë në shtëpinë e vet, ashtu si shëngjoni. Në një kohë kur përkushtimi ndaj saj shpesh zbehet, ne jemi të ftuar ta rizbulojmë vendin e saj në jetën tonë shpirtërore, sepse aty ku nderohet nëna, njihet më thellë edhe biri. Aty ku dashurohet Maria, zemra hapet më shumë për Jezusin. Le të mbetet në shpirtin ton përshëndetja e engjëllit, Zoti është me ty. Dhe përmes Marisë, le të mësojmë ta mbajmë edhe ne hyjin në zemrën ton dhe t'i japim atë botës me jetë, me fjalë dhe me dashuri.